Edhe unë jam këtu për të mbrojtur teatrin. Edhe është një filozof I Greqisë lashtë që thotë kur flet për mbrojtjen, kafsha mbrohet thotë dhe I merr me radhë, luani me forcën, zogu me sqepin, bleta me thumbin, demi me brirët, ndërsa njeriu mbrohet me fjalët. Dhe sigurisht këtu jemi në nivelin e fjalëve për të mbrojtur dhe kur kam parasysh fjalët, kam parasysh argumentat që janë dhënë në mbrojtje të teatrit. Dikush është një italian I famshëm që ka bërë një udhtim kur flet për Firencen, pikërisht një nga vlerat e Firences, thotë është fakti që ti e di thotë që ky lokali këtu, apo kjo ndërtesa këtu, apo ky cepi këtu ka qenë dhe do të jetë kështu. Por përveç këtij argumenti, padyshim janë argumentet e arkitekturës që përfaqëson historisë arkitekturës, që përfaqëson kjo godinë, janë argumentat e nevojës që kemi ne për t'i ruajtur godinat historike, sepse ne po I shkatërrojmë me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe nuk e kemi luksin, ashtu sikurse janë argumentat e ruajtjes së hapësirave publike dhe e ruajtjes së hapësirave të gjelbërta, sepse jemi qyteti që ka sipërfaqe gjelbrim më pak se kushdo tjetër, për të mos hyrë pastaj në argumentat tjera që kanë bëjnë me anën ligjore të kësaj grabitjeje të pronës publike, me shkeljen në përkëmbjen që na bën të gjithë të ndjehemi të poshtëruar dhe të fyer në dinjitetin ton. Pra ka shumë argumenta që I kanë thënë, dhe përballë gjithë këtyre argumenteve kemi pasur vetëm atë që ndërtesa është e vjetër dhe nuk është në gjendje të mirë. Unë duke u gjendur në këtë hapësirë, them drejtën, unë ndjehem shumë mirë. Është një hapësirë njerëzore, në dimension njerëzor, është një hapësirë ku jemi mbledhur këtu dhe mund mbledheshim dhe për një koncert apo për një gjë shumë të bukur, dhe është një hapësirë që duhet ruajtur për gjithë ato që thash. Por çfarë desha të them tjetër lidhur me argumenta, pra, sepse këto argumenta I kemi thënë, I kanë thënë shumë, shikoj këtu dhe Max Velon që shtoi dhe argumentat se si mund të rregullohet kjo, domethënë ideja për të ngrohur teatri apo për të bërë disa gjëra që mungojnë këtu. Për të mos shtuar argumentin që jemi një vend I varfër, një popull I varfër, 32% e shqiptarëve nuk paguajnë dot dritat dhe ne nuk mund të kemi luksin që të prishim një teatr për të ndërtuar një teatr tjetër. Përkundrazi, do të thoja që në qoftë se kemi aq para për të ndërtuar një teatr tjetër, ta ndërtojmë diku sepse Tirana ka nevojë për më shumë se një teatr. Në Firencen që përmendëm unë ku kam jetuar ka 33 teatro, është 500.000 banor. Ndërsa këtu kemi një teatr, do ta prishim, nuk shtojmë dot tjetër. Por desha të them dhe një argument tjetër që mendoj se është lënë pak I papërmendur, por që unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Të mendosh që të ndërtosh një teatr kombëtar, një teatr është pak a shumë një vend që mund të quhet vend I shenjtë. Në ç'kuptim, ashtu siç është edhe kisha apo xhamia, vend I shenjtë. Po jo vetëm thjesht në kuptimin si shtëpi e Zotit, siç janë ato, por si shtëpi e artit që është shumë e rëndësishëm. Dhe thelbin e thot Gëtja kur flet për të shenjtën. Çfarë është e shenjta? Thot Gëtja, e shenjta është një gjë që bashkon shumë shpirtra. Dhe ne kemi shumë nevojë për t'u bashkuar në disa gjëra që janë përtej pra ndarjeve politike e me radhë. Dhe argumenti që unë dua të shtoj që se kam shkruar ndonjëherë, po e them këtu, është ky, që nuk mund të ndërtosh ti një gjë të shenjtë kur ke gjysmën minimumi e shqiptarëve kundra dhe do të prishësh një gjë. Nuk mund.
kur I bën analizën se pse ndodh kjo që ne prishim, padyshim do t'i kthemi mbrapa historisë dhe do të shohim se ne kemi pas gjithmonë një problem që shumë vendime na janë marrë nga lart poshtë, në kuptimin që kanë vendosur dhe na e kanë bërë. Dhe një nga arsyet ndoshta që pse nuk jemi kaq të fortë për ta mbrojtur është kjo, sepse jemi mësuar kështu që të na e bëjnë. Po pikërisht për këtë arsye ky është një moment shumë I rëndësishëm. Pra, nëse duam të ndërtojmë një gjë të shenjtë, duhet ta mbrojmë një gjë që ka historinë, që është bërë e shenjtë nga historia e vet. Dhe këtu do të kujtoja një fakt shumë të rëndësishëm që kur u prish teatri mbas luftës së dytë, në teatrin luftës së dytë botërore në Prag, qytetarët e Pragës, gratë e Pragës, dhanë bizhut e tyre për ta rindërtuar. Dhe kjo ka dhe një kuptim tjetër që bëhet e përbashkët, bëhet një gjë e jona, e të gjithëve. Nuk na e ka bërë pushteti, e kemi mbrojtur ne. Dhe unë mendoj që mbrojtja e këtij teatrit është një moment shumë I rëndësishëm për të dhënë edhe këtë mesazh, për ta bërë këtë teatr akoma më tonin, për ta dashur më shumë. Mirë po, siç thashë, këto fjalët I kemi përdorur edhe I rithemi dhe nga ana tjetër kemi një arrogancë të paparë, një argument absurd banal që nuk mbulon si gjethe fiku asgjë. Atëherë edhe lind problemi, ore çfarë duhet bërë për te fjalës, se po e zgjas shumë që mos e marroj, mos e zgjas. Çfarë duhet bërë për te fjalës? Cila rezistencë mund të ishte? Dhe them drejtën, sa herë kujtoj nevojën për rezistencë që kemi në Shqipëri, sidomos në një kohë tani që jemi pak a shumë tentojmë të ndërtojmë demokracinë, të ndërtojmë kulturën kundra dhunës. Mua më vjen ndërmend një rast Surmetra. Dhe kjo Julie Hill hipi te kjo pema dhe jetoi në atë pemë, e dini sa? 2 vjet. 2 vjet nuk zbriti nga pema. Dhe kësaj pemës I vun emrin Luna. Dhe kjo pema shpëtoi. Është një gjë emocionante që, domethënë, ishte 25 vjeç atëherë. Unë kur e dëgjova që mësova për herë të parë, e mësova sepse pash kjo po jepte një intervistë. Edhe në intervistë I thanë, po kush ta dha forcën që ndete 2 vjet? Edhe kjo tha, dashuria, tha. Dashuria për pemë. Ky problemi I dashurisë është problem që ta duam të ndërtesën, është problem I madh, po janë pak ndërtesa që mund t'i duam, apo jo, sepse këtu kemi kujtimet, kemi fëmijërinë, kemi hyrë, unë personalisht këtu kujtoj, kam parë Hamletin. Sigurisht këtu ka historira të shëmtuara njëkohësisht dhe na duhen dhe ato të njohim, po kemi dhe historira të bukura dhe gjitha kjo është jeta jonë dhe nëse s'duam jetën tonë atëherë ç'kuptim ka, kupton? Prandaj mendoj se ky është një moment përtej mbrojtjes së një ndërtese, është një moment që nëse mbrojmë këtë ndërtesë dhe që ju që keni qëndruar këtu mund të jepni një mesazh shumë të rëndësishëm për të krijuar dhe respektin për njëri tjetrin, për të krijuar dhe dashurinë për këtë qytetin tonë, për t'i dhënë vlerë aq sa ka. Kuptohet ky qytet ka nevojë shumë, është shkatërruar shumë, por gjërat më të bukura nuk mund të prishen. Kush do të ndërtojë, mund ndërtojë diku gjetk. Dhe jo në këtë vend që ja shikoni në verë, jemi këtu dhe sa bukur është, sa freskë është, sa qetësi është. Është një vend, është një mëkat I madh që të prishet, mendoj unë. Unë nëse do të kisha në gjë në dorë, do kisha shembur këtë ndërtesën që është këtu, edhe atë tjetrën atje, por jo të shëm një teatr. Dhe aq më pak që të ndërtoja akoma gradacela të tjera në këtë hapësirë. Që përveç të tjera, se s'po hym në detaje tani, bëjmë dhe një shëmtim estetik të qytetit, sepse kanë
Këto, në qoftë se këtu do ndërtohet një mashtab me grattaciela që nga mbrapa, siç thuhet, e gjithë kjo Tiranë historike, këto pikë referimi do duken si lodra fëmijësh përpara dhe këtu prishen proporcionet, prishet e gjithë pika e referimit, domethënë është një masakër, një shëmtim i papar që nuk e di se çfarë mendjesh mund ta imagjinojnë. Prandaj ja këto desha të them, faleminderit.